emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, sonte kam ftuar njërin prej politikanëve të rëndësishëm të Kosovës, zotin Xhavit Halitin, me cilin do të diskutojmë këtë krizë të trashur politike, të pa imagjinuar se mund t'i ndodhë Kosovës në gjithë këtë histori të pluralizmit politik kosovar tash 25 vite. Haliti, faleminderit për kohën. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Gjykata kushtetuese nxori aktgjykimin e saj, duke i dhënë një shans subjekte politike që gjejnë një platformë kompromisi për 12 ditë tashme që ta formojnë kuvendin rrjedhimisht dhe qeverinë. Nga shikimi juaj, shihet zgjidhje kjo? Po, kjo varet shumë nga disponimi që kanë partitë politike, në këtë rast, nga marrëveshjet në mes të tyre, dhe megjitha cili është qëllimi. Mendoj që vendimi i gjykatës kushtetuese është në përputhje të plotë me Kushtetutën e Kosovës. Mbrojti kushtetutën këtu? Po, kushtetuta është e tillë dhe ne nuk mund të jemi të mbrojtur ose komunitet i mbrojtur dhe me bëj çfarë duam. Dhe unë po besoj që arsyeja e vetme është që të mos paraqitemi dhe të mos ketë mundësi dikush na prezantoj edhe jashtë dhe mbrenda si vend që nuk e respekton kushtetutën e vet. Tani, çfarë do bëjnë partitë politike është në çështje e tyre, por unë mendoj që ka dy zgjidhje. Zgjidhja e parë që t'i formojnë institucionet e Kosovës, të rifuten në votim siç ka qenë praktika, subjektet e komuniteteve tjera dhe lista sërbska si majoritet për të votuar ose për të rivotuar dhe për t'i kandiduar ata që duan ata. E drejta, siç i lind, e drejta vetëvendosës këtë rast për ta prezantuar kandidatin për kryetar parlamenti, edhe komunitetet, meqense kështu është bërë praktika dhe në të kalumen, edhe nuk mund ta ndryshojmë praktikën sepse po i pëlqen dikujt, dhe nuk mund ta ndryshojmë kushtetutën pa 2/3 e deputetëve duke përfshirë këtu edhe 2/3 e komuniteteve pakicur, nëse konsiderohen kështu. Nëse dikujt si pëlqen kushtetuta, duhet me fillu proces për ndryshimin e kushtetutës. Dhe pse jo, nëse ndryshohet ajo, duhet të respektohet dhe zbatohet ligjshmëria në konform të Kushtetutës Kosovës. Me shit patriotizëm është lehtë me mohu tjetrin, është lehtë me manipulu me opinionin e paditur dhe opinionin i cili ka dëshirë me pas më shumë shqiptarë në Kosovë dhe mos me pas pengesa që ju dalin në rrugë për t'i realizu aspiratat e tyre. Kosova është e gjithëve dhe aspiratat duhet janë të konsiderueshme për të gjithë. Ata që jetojnë në Kosovë do të punojnë dhe do të jetojnë për Kosovën. Por duhet flas tani për diçka që njerëzit tonë kanë mos kuptimi, do të thoja, dhe propaganda qoftë ajo mediatike, disa mediave, qoftë njerëzve me llafet kafeneve, përpiqen me u mohu. Shiko, krejt Evropa është e ngulfatur, është e mbushur me
komuniteteve të shteteve të tjera. Dhe në krejt Evropën, këto komunitete e kanë të lirë marrëdhënien me shtetin am. Serbët që jetojnë në Kosovë nuk e kanë shtet am Shqipërinë. Ne e kemi pas dikur shtet am Shqipërinë, e kemi prapë si mas meje, disa se pranojnë, disa mendojnë që Shqipëria duhet të na ketë neve shtet am dhe të orientohet ka nasja, ne ta orientojmë dhe ta drejtojmë Shqipërinë. Por në momentin që ti u merr të drejtën natyrës, shpërthejnë pakënaqësi dhe këto pakënaqësi pastaj mund të shndërrohen në konflikt. Prandaj po them që vendimi i gjykatës kushtetuese është në përputhje me këtë. Për ta zbatu Kushtetutën e Kosovës. Për ta zbatu Kushtetutën e Kosovës, mendoj që kanë obligim. Qofse jo, atëherë nuk e di çfarë vendimi mund të nxjerrë mas 12 ditësh gjykata kushtetuese. Por dy mundësi janë. E para, nëse dojmë me i kriju institucionet e kuvendit edhe me bërë dhe qeverinë, me themelu qeverinë, me kriju atë si doni. Duhet me fillu me rivotimin e dy kandidatëve të pakicave, të komuniteteve pakic, jo shumicë ndaj pakicës si ndosh po i quajmë, edhe të listës sërbska, nëse kështu është vendimi. Nëse është vendimi vetëm për komunitetin ose vetëm për grupin parlamentar të listës sërbska, sepse ata janë veç edhe është Rashiqi veçkëni. Sikur t'ishin ta aq të inspirueshëm për t'i dhënë mundësi Rashiqit për të qenë forcë dhe fuqi, atëherë do duhej me rezervu disa vota për t'i bërë ai 5-6 deputet dhe tjetë shumicë, por të drejtën e kanë ata me propozu dhe pastaj mund të shkojmë me themelimin e qeverisë. Në qoftë se pengesa që është edhe për zgjedhjen e kryetarit kuvendit, që unë mendoj është bërë gabim i rëndë në aspektin e raporteve edhe krenarisë sonë të së kalumes tonë të ndryshme, të UÇK-s, por edhe për disa arsye tjera të cilat ndoshta se kanë vendin këtu me fol, por duhet me pas parasysh që a dojmë me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme, a dojmë me kriju institucion. Ju si politikan, po them, nuk kam nevojë për të thënë sfond etiket, po keni rëndësi, një habitatin politik mjaft mirë. Gjykimin tuaj ka po shpije situata. A e dinë sot subjektet politike çfarë po kërkojnë objektivisht për te i paktit në mënyrë ose tjetër për vijuar kjo krizë? Sipas mendimit tim, subjektet politike e kanë humbë legitimitetin për të qenë besueshme për krimin e qeverisë edhe për çështje të tjera. Ky është shep aktualisht, po. Po. Dhe mendoj që duhet me shku në zgjedhje të reja. Nuk ka zgjidhje tjetër këtu. Po, ka zgjedhje. Ka zgjedhje, sepse... Nuk ka zgjidhje tjetër, po them, po. Po, jo. Fatkeqësisht, një pjesë e atyre që janë zgjedh, dihet që janë zgjedh, dhe betejë në një farë mënyrë, në një farë formë të betejës, nëse themi është betejë, është e çuditshme. Dhe unë nuk e di pse duhet me ngul ka me në këtë farë lloj katrahure të cilës askush si beson. Po le ta bën nesër, që le të japin edhe Albinit votat për DK-ja, siç ja ka dhënë ti.
Dim Albashës. Dim Albashës. Po. Tebën edhe aty. Cili është autoriteti i tij para ndërkombëtarëve? Çka i shkon për shtati i Kosovës nëse Albin Kurti bëhet kryeministër pranë? Për konsum të brendshëm të historive të tij, apo me zgjidh problemet cilat ose rrugtimin e Kosovës qoftë drejt BE-s, qoftë drejt NATO, si po thojnë, qoftë ku ka dëshirë populli me shku ose zhvillimin ekonomik. Kemi 5 vjetë qeverisë të tij, nuk kemi në një projekt domethënës me cilin mund të krenohet kjo qeveri, ose krenohen kosovarët. Me sundimin e rend dhe ligjit në veri, me atë që thotë zoti Kurti se Çfarë rendi ligjit? unë shlirova veriun, unë po vendosi sovranitetin, të tjerët ishin më të zhvut, Është e vërtetë. pati një kurs Është nga SBA-t, ku thasë unë nuk është halli im në mënyrë tjetër se ç'bën Amerika me Rusin, e kanë qëllim ajo ta heqë Serbin nga orbita ndikimit rus. Nuk është punë imja. Është e vërtetë se qeveritë e kaluara kanë qenë më të butë me veriun. Ju e dini që Hashim Thaçi ka ndërmarrë në 2 ose 3 raste veprime të cilat e kanë rreziku, që është e vërteta, trendin e zhvillimit të demokratizimit të Kosovës dhe shkuarës së procesit përpara dhe është detyruar edhe ai, edhe ne të gjithë me mbështet, me bëni tërheqje taktike, por me dhënë një mesazh. Që është ideja e korrigjimit kufive, ndryshimit? Jo, problemi i vendosjes asaj pllakës në kufi, problemi kur ndodhi ajo që u vrau polici shqiptara në problemi me atë Xhuriqin, çështjet që u futën njësia speciale atë dhe bën disa kontrolle nëpër lokale. Po. Nuk është puna që s'ka ndërmarrë qeveritë e kaluara kur gjë. Problemi është që veriu edhe krejt Kosova është sigurinë e garanton sot NATO. Jo veç sot, po nga dita e sqarimit NATO e garanton këtë. Jo ne. Policia jonë është me rujt renin edhe qetësinë. Nuk është që s'kan dëshirë njerëzit me pa diçka më shumë. Po nuk kisha me thonë që është shliru veriu, sepse e shliru ka qenë. Kem pas polici, kem pas ushtri, kushtri Kfori ka qenë, policia jonë ka qenë mikse sipas kushtetutës, sipas marrëveshjeve që janë bërë, dhe në respektim të kësaj, qeverisë edhe Kosovës i janë hap dyrët për zhvillim, për tregti, për kredi, për të integruar në OKB, për të filluar me u bë antar të Këshillit të Evropës, për të bërë antar të BE-s, gradualisht. Po fol për periudhën e qeverive të mëparshme. Po. Dhe këta i mbyllën këto rrugë. E këtë koordinim, zoti Kurti e quan servilitet. Servilizëm, zoti Kurti besoj që e ka parasysh se si ka qenë Kosova dhe si e ka gjetë ai kur ka dalë për burgu. Dhe normalisht që kjo është bërë edhe me luftë, edhe me gatishmërinë e USHK-s për ta bërë paqen. Dhe opsioni i strukturave politike të USHK-s ka qenë shlirimi, po tani po kërkohet me bë paqen dikush. Dhe rrugtimi ynë ka qenë me bë paqen. Mbi këto principe dhe kishtë negociuar dhe në Rambuje. Sigurisht. Dhe në cilin do proces? Jo në Rambuje, po edhe mas Rambuje. Po në cilin do proces, po thëmë, edhe në Vjenë, edhe në Bruxelles, po. Janë nënshkruar marrëveshje të cilat nuk janë bërë aq lezetshme për të gjithë. Nuk na kënaqin të gjithëve. Pse të pendohen kosovarët? Janë marrëveshje dhe procese në për cilat kanë kalu pothuajse shumica e shteteve të Bashkimit Evropian.
dhe bashkëjetojnë prapë me këto problemet që kanë. Ky kurs politik. Për shembull, për marr në Zvicër është një kanton Jura të quhet. Po Jura, po. Pjesa që lidhet me Francën. Me Francë, po. Çdo vjet e rrëzojnë atë përmendorën që është e vendosur atje për të Delemonit, si shqitojnë atje në qyteti, edhe kërkojnë bashkimin me Francën. Edhe shkon prapë shtetin me merr atë përmendorën e ngul edhe zbashkohet Jura me Francën. Tani edhe këta në Serb në veri, cilë si do të thoja veprimet jo të mira, ato prezenca gjithë aty në ikonave nacionaliste nuk i ndihmojnë as aty në as Kosovës, por edhe kjo e Kosovës ose policisë me urnat e Albinit kanë kriju një situatë që vërtet e kanë bloku Kosovën. Kosova është në sankcionet e Evropës, Belarusia edhe Rusia. Dialogu i planifikum strategjik me Shëvatu u pëzëllua. Unë po them, dialogu strategjik është bloku, po them rreth sankcionet. Nuk i bën kujt përshtypje kjo punë. Kemë arritur në situatën që fare nuk i bën përshtypje kjo punë. Kemi sliru veriu. Tani lind pyetja. Ky veriu, ata banorët atje, a i kemë bona shqiptar? Jo. A janë shqiptar ata? Jo, janë serb. Apo e dojnë ata regjimin ose mënyrën se si po sillet qeveria me ta, apo po dojnë ndryshe me pas. Për mos me desht ata me u shkput për i Kosovës dhe për mos me organizu me u shkput për i Kosovës, duhet me u kriju hapësin politike, ekonomike, veprimit. Ka dhënë fjalën Kosova për atë punë, në Rambujë, në Vjenë, kur u bë Kosova shtet. Na kemi marrëveshje të firmosuna, si që kanë vendet e tjera të Bashkimit Evropian, që kanë pakica anej kufinit dhe knej kufinit. Pse mendoni se duhet dhe e drejta, kjo është Evropa demokratike. Të tillë nuk peshojnë mbështetës të zotit Kurti. Pakicave u alejojnë lidhjet me shtetin nom. Po ç'është problem ka? Ne jo kemi leju me kushtetut, me marrëveshje. Disa çështje që kanë bëjnë me interesat e të përbashkëta të trashëgimisë e tjera. Po. Edhe Kosova niko ka pas qëto lidhjet me Shqipërinë, sepse Shqipëria me kushtetut, ne kemi pas shtetom, ata kanë pas obligim mu interesu për drejtat e shqiptarëve, kanë rritë zonin deri në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Serbia ne ka marrë të drejtat dhe ne kemi shpërthy. Apo sillen kosovarë si humbës, kemi shtetin tonë në 2008 e këtej. Në rrethona paqe, këtë fitore, shumica shqiptare kanë da me humbësit. Në këtë rast, serbët janë humbës të luftës, zoti Aliti. Dhe këtë humbje... Jo serb të Kosovë. Jo serb të Kosovë, Serbia. Serbia është humbës serbe. Serbët janë njerëz, janë qytetarë, nuk mund t'i quajsh, se këtu ka njëherë kur po ndëgjoj dhe kur po lexoj nëpër media, e kapën një serb. Dhe po i shoh që po kapin armatim në veri. Është armatim i vjetër, i mbetën pe lufte. Për mu një pjesë e madhe është i papërdorshëm. Atë armatim u sulmua Kosova 24 shtator 2023 në sulmin e Banjskës. Po tani shiko, janë tu diskutua, ato mu më kanë sulmu pse unë ju kam thonë që duhet gjykatat me nxjerr vendimin. Natyrisht. Si kush çka ka bërë. Dhe mos i krijoni hapësinë që me akuza publike tona për interes votash, mi kriju hapësinë atij Radojqiqit me kërku azil kudo edhe në asnjë mënyrë kërkuese dorëzon kur ti bën denoncim publik dhe politik i nxjerr akt akuzën nga këndvështrimi politik dhe jo penal. Dhe mu gjuna Spenjev po don Radojqiqin, që ziva që kanë shkruar atje. Çavi Taliti do Radojqiqin. Po nëse
Unë e kuptoj luftën politike, po media duhet jenë të kujdesshme, mas pari ta mësojnë, ta dinë cila është kushtetuta jonë, qa kemi drejt me bërë, dhe a dojmë ndryshu dhe a mujmë ndryshu. Mesazhi është ky, Haliti, që po qohet. Ky rand kushtetues nuk po i rrit taman, ky lloj kostumi kushtet nuk po i rrit taman kosovarëve. Politikanë po e çojnë këtë mesazh. Dy janë zgjidhësit bëhet një historia, një me tavolinë e dialog, tjetra me konfrontim. Dy opsione dhe lufta mund të jetë legjitime, apo? Unë jam dakord që s'është i këndshëm. Po. Si kushtetutë. Por ka një rregull në demokraci. E kemi të shkruar në kushtetutë. Si mund të ndryshoj kushtetuta? Me tavolinë e dialog koordinim. Jo, koordinim, hiç. Parlament ndryshohet kushtetuta. Po, me 2/3 e votës dyfish të pakicave. Qofse pajtohen gjithë, okay. Po lufta është opcion. Që, Lufta Haliti është opcion. Mund të agravoj situata deri atje. Dy janë legjitime, politikanët edhe mund ta bëjnë atë. Shiko, nuk jam në pozicion që ta larmoj. Gjuma politike, për çka flet gjuma, retorika. I kam alarmu më herët, para se të ndodhin këto, çka po bëjnë Serb, çka po planifikojnë Serb për veri. Serbia që po planifikon dhe ato mbetjet e regjimit kaluam që po planifikojnë. Sepse unë mendoj që Serb, komuniteti Serb që është në veri edhe një, janë zor për këtyne mbetjeve. Dhe janë zor për mbetjeve të shkelsve të ligjit dhe shfrytëzimit të liberalizimit të veriu dhe kompetencave që ka pas si komunitet i mbyllur, por me drejta të mëdha. Nuk kanë bërë kontraband, kanë bërë përfitime njërin e tjetër. Por mendoj që qeveria kalume, e pat nxjerr një çadër mbrojtëse liberale, konform ligjeve, që t'i fut në sistem edhe ata. Tani ata nxorën veten, që është e vërteta. Por edhe neve ka pak i ngacmuar dhe tani jemi në një situatë jo të këndshme. Unë nuk e besoj. Po shkon situata dhe një zgjidhje Ahtisari plus në fakt siç e ka pranuar dhe zoti Kurti me zotimin e tij duke dhënë në Bruksel Nord me marrëveshjen e planit franko-gjerman me aneksin zbatimin orë dhe duke planuar statutin e asociacionit komuna me shumicë serbe, një draft i propozuar nga vetë Bashkimi Evropian, por që nuk shkoi në gjykatën kushtetuese ende për kontroll. Unë mendoj që cila zgjidhje po na pret për deri jon? Neve nuk mund të them dhe nuk du të alarmoj. Por ashtu siç po flasim, ne kam përshtypjen që po përgatiten ata për veten e tyre. Që do thotë? Nuk e di, por po përgatiten? Po përgatiten me opcionin e tyre. Për të rebelu, për të kryer ngrit? Nuk mund të them, nuk kam informata tani, kam pas më herët. Para se të ndodh ajo Banjska, kam alarmu për futjen e armëve, për përgatitjet që në të bëjnë, për përgatitjet në vëjfarë. Tani, ato forca janë akoma aktive, kanë financim, kanë vorët shumë. Kam synë përsëri Kosovës to. Vorët shumë nga presioni që i bëhet Vučićit edhe Serbisë, edhe nga politikat që bëjnë ata. Vučić jam synë përsëri Kosovës në shikimin, në analizën tuaj, në parashikimin tuaj. Unë nuk e besoj nuk e besoj që i futet asaj avantura aktualisht. Po në një moment, në qoftë se i krijohet situatë e favorshme, gjithat armatim që e ka bë, gjithat përgatitje për ushtrinë dhe për përgatitje për luftë, nuk e besoj që është përgatit për luftë kundër Kroacisë, as kundër Slovenisë. Dhe nuk janë mërzit as për Kroacinë, as për Sloveninë, sa kanë problem çështjen e Kosovës. Sepse ty të drejt Kosovës. Ata i kanë ato që kanë bërë me historinë
jo ku është themelu shteti serb, jo, ato janë propagandë, sepse këtu jetojnë shqiptarë, apo den. Nuk është e lehtë me sulmu Kosovën kur është në çadër mbrojtëse të NATO-s. Nuk është e lehtë. Këta flasin, jo, e nxunë njënin, njëni hinin një shpion, dul një shpion. Spionazhi i shteteve, i vendeve, nuk ndalon, sepse është historikisht pesi është njerëzimi, është zanati më i vjetër, është spionazhi edhe Vučić tu po pret një moment të atill që mund ta shfrytëzoj për t'ia mësy Kosovës, për ta aneksu mase veriun. Unë Kosovën nuk e besoj që e sulmon Serbia, por në qoftë se mundet me organizu serb të veriun, Që të kryengritjen, po. për kryengritje, atëherë mund ta përdor. Mund ta përdor qoftë përkohësisht Një plan modelit rus. jo, përkohësisht për ta detyru Kosovën me pranu autonominë ose asociacionin që Eskalimi si instrument për të Po, pranu tani- një zgjidhje shtesë një zgjidhje jashtë Atisarit. jo jashtë Atisarit, sepse brenda pakos të Atisarit janë ato të arritura që i Po kanë pse bërë. të kryengritjen pra? Po se u kanë marrë të drejtën. Me themelu atë. A dyshoni se mund të jetë fakt në sfondi ky kurs edhe kjo retorik? Unë dyshoj, Për te arsyet që mund ta ketë votën, për te dyshoj, A por është një qëllim kjo që gjithë të investojnë në një situatë ku ajo mund të shpërthej dhe pastaj shpërthimi të përdoret si alibi për zbatimin i pakut drejtash ku Kosova nuk mund të lëvizë ma tutje prej tyre, në marrëdhënie ndërkombëtare. nuk du me marrë shembuj, as du me shpreh dyshime të partnerët tonë strategjik. Por nuk do të merren gjithmonë me Kosovë. Ose duhet me kriju mekanizma kushtetues dhe me futur funksion dhe demokratik për krejt territorin e Kosovës, ose sipas vënave të mia, vash zotit mos jetë ashtu, ka diskutime që duhet me ndryshu gjendën. Cilin Duhet me aspekt? ndryshu gjendën, sepse shikon, ne Çka nuk kupton të ndryshim? flasim shumë herë që ne konsiderojmë Serbinë në anëmik. Edhe ata na konsiderojnë neve anëmik. Por, po them, miqtë tonë strategjik janë, po bashkëpunojnë shumë ngusht me qeverinë e Vučićit, me pushtetin atje, për shumë arsye. Sepse ata po punojnë me bë Ballkanin Një vend ku synon paqja dhe stabiliteti. janë ku shkëndon paqja dhe stabiliteti dhe një bashkimit evropian. Tani mu bashku me hy në BE, në qoftë se ka konflikte mes dy vendeve, si që është Kosova dhe Shqipëria, është Kosova dhe Serbia, po. Kosova dhe Serbia. Po. Por diskutime ka të lloj-llojshme, ka diskutime që hajde t'jo marrim veriun edhe t'i lojmë ta të bashkohen me Shqipërinë. Ka këso diskutime. Edhe ky lloj diskutimi, po. Në forume të rëndësishme, Për shembull, komunitet Gjova diplomatik. kanë veriu ka 560 miliard pasuni nën toksore, po jo, me pas 560 miliard pasuni nën toksore, kish vepru ndrysh edhe Amerika dhe Evropa me këtë pasuni. Edhe në tjetër variant ish shfrytzu pasuria 560 miliardë. Nëse ose ka, pasojë se është bën një analizë dikur mas luftës se është llogaritë që janë 12 miliardë rezervat e arit edhe të argjentit në veri, por për të filluar eksploatimi i saj duhen një investim për 4 miliardë dollar. Tani, unë s'jam specialist, po e kam me të lexume edhe me të dëgjume. Tani ju po e shifni si po funksionon bota, ku ka pasuni, vendet e fuqishme vendosen.
ndërtojnë interesa Tani, bilaterale. neve kemi interes, ynë është me u vendosë Amerika, si që është e vendosën këtu, me vendosë NATO-ja, me vetë këtu, Kosova me hinde edhe këtu e interesat strategjike tona. Në rregull, Nuk kjo janë panorama interes- racionale, po ky kurs i tashëm, edhe i zonjës Vjosa Osmani, edhe i zotit Kurti, direkt në SBA, duke i thënë SBA-s, në këtë trondje globale të sigurisë, ku gjithë kontinenti evropian po shpreh nevojën etike që ta ketë afër SBA-n, ta mirë mbaj arkitekturën e sigurisë nga një Rusi agresive me ambicie territoriale. Zoti Kurti nga atje, në mënyrë tjetër i tha SBA-ve, është problemi juaj, qësimi juaj, heqja Serbisë nga orbita e negimit rus. Nuk është problemi imi. Ç'flet kjo retorik, Halidi? Unë i kam dy pyetjeve që kisha bërë Kurtit. Ka shku me ftesë të SBA-s në New York, apo me ftesë të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Basit asnjërës, as tjetrës. Dhe Kosova nuk o pjesë e OKB-s. po tash tani e drejta me të ftu OKB-ja është se e kanë bërë edhe disa udhëheca edhe në të kalume. Kush kanë mujtë me marrë vizës të SBA-s, kanë bërë një këtë pjesë Për takim bilateral atje në OKB. për takim në OKB dhe sipas marrëveshjeve që janë, ti mund shkosh në Amerikë, mund shkosh në OKB, por e ke një perimetër nga mundesh, ku mundesh me qëndru edhe në hotele dhe sa mundesh mu largu nga OKB-ja, edhe kjo përfundon me flyet dhe në aeroport mundesh me shku. Delegacionet tona disa herë kanë hyrë përmes tuneleve ose dyrëve, qorre që mund t'i quajmë ne, përmes njerëzve tonë që i kemi mrena, që punojnë në sigurim Kam taku disa pyetje, janë shumë të mirë. në OKB. Po, Dhe ju është dhënë mundësia tani në përzyrët veçanta me bë takime. pyetja për Kurtin, Por me qenë se na kemi lobingjet ndryshme, Kurti ka taku disa, ose duket një kongresmen në dy dhe një senatori ka taku, dhe gjithmonë lexojnë media se çka tha Kurti. Po e zam. Ose çka tha kryeministja. Ajo, Presidentja, po. Presidentja. po, Po asherë se në gjoha qa tha. Qa e tha presidentës së Kosovës, presidenti SBA-s. nuk i kem gazetarët atje më, nuk i kem. Po mirë, Prandaj po them jemi të hendikepuar. ajo duhet me të regu. Po, Në qoftë se të regon qka i tha ajo, duhet me të regu qka i tha dhe ajo. Osmani tha raport me SBA-n janë etike. Jo vetë zhvillon, mirë mbahen, janë ekzistenciale. Retorika, Pej neve po. Po ti ke shku e ke taku, ose je me fotograf. qeverinë amerikane nuk kam pasur takime Shiko, atje. shiko. Jo. Kam pasur takime me kongresmen, Ka senator. marrë pjesë në darkën që e ka shtru presidenti SBA-s në OKB. Po, Si fotografi është tradit, fotografi të paguhen. Që ose do më fotografu, ka një çmim, është organizuar ajo. të legalizuar e kanë Dhe SBA. thirrën me listë, del aty, shumicë në rasteve presidenti i SBA-s nuk e din as me kanë është të fotografu, por protokolli ja ka miratu fotografi. Unë mendoj që është shumë mirë, qoftë se mas kësaj fotografie, qoftë në margjina, qoftë në tavolinën e drekës në njërën ose në tjetërn, ka bisedu me presidentin e Kosovës dhe i ka ofru diçka ose i ka kërku llogari për diçka. Edhe me të kërku llogari presidenti i SBA-s është mirë. Edhe me të dhënë urdhën, për mua është mirë. Nuk ka diçka të keqe se ja pas urdhin, as kritike nuk e bën për individin, por e bën për politikat që mund të konsiderohen të gabueshme atje. Problemi është që njerëzit tonë kanë dëshirë shumë. Unë kujtohet kur kanë pashku këta
Halil Matoshi, 90-ën, po. po edhe I kem pasqit në Kongë. Ati është një agim gashi më duket I Lipjanit. Ka pas një Kongë shkoj Brahimi në Amerikë për me lypë Republikë. Ka qenë kjo Kongë, e kemi knu, nashta e knojnë hala. Tani, ka qenë madhe, kone ka taku, Tom Lantosh, Diogardin, qaq kam ri. Po për ne ka qenë shumë e madhe. E jashtëzakonshme. Ardhja atyne në Kosovë ka qenë e madhe, sepse unë e di, unë kom qenë jashtë, dhe kemi qenë në një protest shumë të madhe në Gjenevë, për mes cilës I kemi thirrë edhe ata me ardhme në u bashkanxhit në protest. Por si të qoftë, tani jemi shtet, nuk jemi në kërkim të identitetit. Në qoftë se dojmë me komuniku me opinionin, me mediat, duhet s'po them me na tregu shkopin. As ka rotën qoftë se ka pas. Por kur e thu që I thash, trego që thaj. Shikoni punët tuaja ju, ne I shikojmë punët tona. Ju këshyni punë të juve, ne I këshyni tonat. Kush ka? Në mënyrë se tjetër, zoti Kurti, po e dishta ata... Zoti Kurti, ja I ka... është kriministër në detyrë... Po, si ka Haliti. Shika, unë e kuptoj revoltën e tij. Kuptoj revoltën e tij, por ai duhet me ditë që bota nuk funksionon në mënyrën që ai mendon. Ai detyra e tij është me bë qeverinë. Dhe ai është dashur me shku si kryeminist I zgjedhur. Shlet ky kursi ti, aktualisht, shlet ky kursi ti, për çfarë situate flet? Mund të ketë ndonjë zor? Jo, se di, zor veç për me u bë kryeministër, ai tjetër zor s'ka. Se lirin e kemi. Tjetër zor kryeministër do mu bë prapë. Me qeverisë. Legjitime është ajo. A është legjitim përfaqësimi një lloj retorike të tillë, një lloj kurse të tillë në raport me SHBA? Tani, shiko. Qeverit pararend ishin më të buta, unë nuk jam I butë. Ai menon që I din gjitha. Unë nuk e di kone ka këshilltar. Sinqerisht nuk e di. Por ai duhet me pas këshilltar të mirë. Zakonisht, me politikanë të mirë, nuk I din gjitha. I kanë këshilltar të mirë. Për ju është I parashikueshëm politikisht Kurti? Nisën se njëni, Haliti. Unë nuk e nja. Personalisht, ato... nuk kam pas të bëj diçka as në kalume, nuk e kam ditë kur ka hinë s'keni pasur kontakte me zotin Kurti? Jo, janë luftë, jo. Zyrën e Bacsadeve, kam pa kur e kanë organizuar demonstratën atëherë që kanë rektorin universitetit. Zoti Mauraj ka qenë protagonist kryesor me laqin me duhovën me... Kë kanë qenë bashkë dhe mirë, ajo është konë rregull. Protestë, kom marrë pjesë edhe në për protesta, po problemi është... Si politikana, keni parashikuar, është I parashikueshëm për ju? I parashikueshëm. Unë po them që ai duhet, ja kisha sugjeru, si me, që ta organizoj tryezën me njerëz që I don ai, s'po tha me marrë diken që se don. Po ka boll njerëz në Kosovë që janë të gatshëm me këshillu. Ka boll njerëz në Shqipëri që janë të gatshëm me këshillu. Ka zyra këshillimore në Amerikë dhe në Evropë që duhet I pagu, po mund të këshillojnë mirë. Çfarë duhet t'i thush sot dhe çfarë duhet t'i thush nesër. Dhe ajo që e ka bërë keq, shumë keq, është se Kosovën e ka futur sanksione nga BE-ja, se I kanë ndërprer bisebimet, e ka detyruar Amerikën me ndërprer bisebimet me Kosovën. Sa I përket asaj dialogu strategjik, po. Dialogu strategjik. Po. Tani unë ma keq nuk di çka mundet me pas. Se pe kryeministit nuk pritet qumsht e mjalt me shpërnda. Nuk pritet me dhon lek, me dhon konta ata ko rrugës me shpërnda lek.
Për kryeministit kërkohet politikat ekonomike, politikat strategjike dhe raportet me miq strategjik me i rregullu. Aliti, Kurti e paraqet si kurs heroik dhe si e tillë shihet nga mbështetësit e tij. Unë pishoj, kom pa dhe... Nga mbështetësit e tij si kurs heroik. Kom pa... Si kurs heroik i pazakont që nuk e bën pararens të tij. Shika, unë mendoj që edhe unë jam kanë bukur ekstremist, kështu, edhe pse në mesin e super ekstremistëve kom qenë ma liberali. Por mendoj që, prapë po them, unë e konsideroj si akoma si djalë të ri, si adoleshent politik, dhe është mirë. Adoleshent politik? Po, sigurisht. Gjatë Ai politika, vonë s'ka qenë politik, ai nuk ka zgjedhur si problem politik në herë. Qa ka zgjedhur në politikën politike është gjatë. Përveç që është bërë kryeminist. Bëhesh kryeminist në rrethona të veçanta, nuk do me thonë që je politikan. Shiko, unë s'mo të flasë për disa edhe president transishëm edhe kryeminista transishëm edhe qëllojnë, shiko, ky është humorist, Zelenski, po. Presidenti i komedian, Ukrainës. Edhe ky presidenti i Amerikës është biznesmen. I suksesshëm. Por unë besoj që ekipin e tij ka shumë fuqishëm dhe ata i ndihmojnë me bë politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe të mbrojtjes, edhe ushtarake, edhe diplomatike, edhe politikat e brendshme, edhe politikat ekonomike. Apo fërkon kjo Serbi e Vučići duart nga gjithë kjo retorikë që ka Kosova në një rëndon që përfaqëson Kurti, edhe që opozita drejt tjeshme në thonë drejt nuk e di cila retorika saj, nuk bajnë mend për në gjo. Shiko, ka pas profit politika e Vučićit sepse ai vazhdimisht po përpiqet me prezantu në opinion Kosovën si provokatore. Dhe si të papërgjegjshme, politika shtetërore të Kosovës si të papërgjegjshme. Dhe unë mendoj që ja ka rrit deri në farmase. Po mendoj. Por derisa është Kosova në këtë raport me BE dhe SBA, po. Situatë kështu që po dukeni i habitur dhe me rast edhe i pa fjalë se ç'po ndodh me mjedisin politik. Po ju shoh me rast të habitur, po i zgjedh fjalët me kujdes kur po i vlerëson këta politikan. Unë nuk ja du të keqen kryeministit Kosovës asnjëherë. Nuk e kam problem unë për me rrëzu Albin Kurti, nuk o ke problem një personal. Unë du një kryeministër sot edhe nesër të suksesshëm të Kosovës që përmes politikave të tij, politikave të ekipit të tij, Kosovën e çon përpara. Unë nuk kam problem se Kurti e akuzon qeveritë e mapashme. Që më akuzon edhe mund që ofse don, që ofse ka për çka më akuzon. Si kam punë këto probleme. Personalisht dhe mendoj që s'duhet me na munu asnjëri, sepse dihen lufta politike duhet me të luftu ty, me të qita ne edhe me hy vet. Por kur të hysh këtu, duhet mi pas korniza. Qeverisë pa korniza thë Kurti tash? Jo, pa korniza nuk ka. Qeverisë aktualisht thu Kurti pa korniza? Qeveria ka korniza në ekonomi, në politik, në marrëdhënie ndërnacionale. Marrëdhënie me botën, marrëdhënie me NATO-n, marrëdhënie me Bashkimin Evropian, marrëdhënie me institucionet evropiane, marrëdhënie me SBA-t, dhe këto duhet me pas për gjitha këto fusha ka një ekip të veçantë cilë të përgatisin ty. Cilë të thënë jo. Kush ta përgatit ma? A i din tana.
Nëse i din të anë okej, unë s'kom Kështu e shohin mbështetës të tij, se nuk si njeri mjaft përgatitur për energji, ekonomi. Mendoj që Po bilanci ata Kosova. mbështetësit kanë interesa dhe se i kam përjetuar edhe këto, edhe kana. Ti thot, po. Se zakonisht i thënë, shef mirë ke fut, ti unë goja, bravo të koft, ja ke mërdhi. Apo den. Ky sipas disa, Tifozëri, edhe po. sipas kujt, ja ke mërdhi edhe Amerikës. Ke fol, po den ma mirë se presidenti i Amerikës. Apo den. Tani, ti mundesh me fluturu, po s'ki kra. Ku s'ki kra, atë duhet të menu që ka me bo. Nga një përvoj personale që ndari kryekput edhe në çështjet ilegale e ato politiket periudat më të rënda Haliti, ku një qenë akter shumë i rëndësishëm gjitha këtyre vendime. Për Kosovën e sot me objektivisht politike që është, për këtë Kosovë ku sundon pluralizmi, demokracia e tjerë. Gjithë kjo përvoj e juja, çka flet për këta, kush e kalon vettingun prej këtyre politikë përfshirë edhe bashkëpartijaket tuaj, e të LDK-s, të AK-s e tjerëve, që duket se kanë rënë në gjumë, nuk po bëjmë betejë politike, Haliti, fare. Demokracia është sa e i fort ekonomikisht, sa e i fort ushtarakisht, edhe a jenë në komunikim ose në përballje me gjitha sfida. Fatkeqësisht nëse kemi asnjërin as tjetër. Prandaj, ne duhet të bëjmë miq. Prandaj ne kemi një fat të madh. Këta thonë është një mik i vëqishit. Po kemi Shqipëri, kemi një qeveri shqiptare me përvojë sa i ban Shqipëria 120 kusur vjet, 125 vjet, 6 pavarësi, me baticat e zbaticat politike, me të arriturat që i ka bo, dhe cila është në gjitha institucionet relevante ndërkombëtare. Këta shkruajnë se foli as i fjalë. A e dini sa herë ka foli Edi Rama për Kosovën, sa herë kanë thonë ta s'ki drejti me folë në emër të Kosovës. E tash njeri është në zërë, mërë. A me folë, a mës me folë. Unë nuk e besoj që nuk folë mrena në takime. Por me bomi u thonë këtyre këta po dalin me se është monopol yni. Në Shqipërinë kur asnjë qeveri, asnjë elitë politike nuk ka pasur këto raporte të shembura, të rrëzuara në mënyrë tjetër për to Haliti. Raporte nuk ka politikisht. Këta mund të thonë se kanë raporte, por fare nuk i pranon raportet që janë raportet e këqija. Nuk i pranon, sepse është gabim me i pranu Shqipëria. Por ne po e dim sepse shtytja e disa po them, i thtarëve të Albinit edhe të Vjosës, ka herë për çështje banale, jo, për shembull, e kanë Burgos filoni, po milicit Burgos o vorë, polici o polic, unë i kom përjetu, sa kemi qenë në Shqipëri, kanë arrestu shumë njerëz, i kanë liru policit të arreston, gjyqit liran, ose akani titullar të liran, se ke gabu. Nuk janë këto anti-kosovarizm. Raportet shtet janë në pikën më të ullët Haliti, dhe në tëna pikpamjet. Po këto mund të përmirësohen me një dëshim, me një hap. Se të shihet Shqipëria me karshillak. Po asë një problem mund të i kalohen. Qa duhet me bënë? Nuk mund është ti me ndryshu pushtetin në Shqipëri. Pushtetin në Shqipëri e ndryshojnë elektorati i Shqipërisë. Mori pjesë kurti në zgjedhje aty. Po s'ka lidhje, le të merr pjesë. Në Shqipëri nuk pati ndikim, në Maqedoni pati ndikim nëpërmjet Flenit. Pikë 5 i ka bërë shqiptarët në Maqedoni. Edhe nuk i përshërës Haliti. Qa po shoh atje se ata nuk janë tokë të bukësi. As nas jemi kështu në përgjithësi.
Pozicioni politik shqiptar pas jemi kritike. Shiko, na jemi Po tani kemi këtë figurë politike Haliti, që lidhet me zotin Kurti, me angazhimin e Kurtit. Adoleshencën në ndërtimit të institucioneve dhe adoleshencën politike. Por kemi mundësi me qenë më mirë. Kemi mundësi me pa stryel, pa media, pa fjalë të kafeneve. Show, po. Kemi nevojë me pi kafe bashkë. Unë për shave krej beteja pa nevojë kone njëri tjetër. Pa nevojë. Beteja që ta mërmenja kush që ka bo, që i ka bo zik t'i veni. Nëse i pyt, se cili këtu shtyhet kush ka bo ma shumë për lirinë e Kosovës. Është e mirë. Është e mirë. Pa ku kemi arritë, ata dhe përpiqemi, i dojmë detyra, që ose dojmë. Kemi pranë punë. Unë se marë përsipër me këshillu, se s'jam këshilltari ti, por edhe po ta këshilloje, kom pas një rol, mendoj shumë të rëndësishëm në këto procese, dhe çuditërisht në ashta, për shkak se kom dëgju ma shumë se që kom folun, ja kom qëllu tani në të gjona që i kanë bo dhe shokët e mi dhe i kanë nënshkru shokët e mi. Por ne unë po them që nuk jemi mirë. Nuk jemi mirë, sepse është e vështirë sot dalësh në rrugë dhe realisht po e shohim sa çfarë moshe është rrugëve dhe kafeneve në Prishtinë, mas pari dhe në kretë Kosovën. Fshatrat e në zbrazë, kanë ikë 300-400.000 vetë kanë ikë për Kosovë në gjatë kësaj qeverisje, po them të Kurtit, po them që s'kan ikë edhe më herët. Po pse ikun një? Nuk ikun prej tutës luftës. S'kan frikë, me ne shqiptarët, nga lufta. Por, duan punë, duan ekzistencë, duan jetën e tyre më të mirë. Dhe për me garantu këtë, duhet me zhvillu ekonomikisht veni. Qysh? Krijoju hapësinë diasporës. Diaspora është e pasën. Jashtëzakonisht shumë. Diasporas duhet me kriju hapësinë me u bë investitore pa kushte. Dhe bëhet po e pati mundësinë Haliti. Bëhet diaspora po e pati mundësinë si duhet. Ka kapital qindra milionësh për miliarda tjera për të bo progres në sektoret real, strategjik të ekonomisë, por që nuk di, cila lloj qeveri duhet Kosovës nesër pas nesër? Nuk, shiko, i bjen që po du me bo fushat kundër Albinit. Janë dhe në politikë, nuk e hequr dorë nga politika, Haliti. Jo, unë baj linjën teme. Nuk baj linjët për kështu zhurnave, rërbazhive. Kosova, për të zgjidhur këto problemet që i ka aktuale, ka nevojë për qeveri të unitetit kombëtar, ose qeveri përbashkët. Për me diskutu këto çështje si organ, edhe për me vendos, edhe kur nuk është e lehtë, me qëllim që t'i hapim rrugë, t'i hapim kapilarët. Sepse a ke pa dhe mjekët thonë që kur zinën kapilarët e gjakut, është vështirë me i hapë. Vështirë është me i hapë. Fusin stenda, fusin bypassa, nuk është e mirë. E ne para se më mbyll kapilarët, është mirë me ullë, me zjedh ushqimin, i cili i hapë. Në i hapë rrugët, ka po dojmë me shku. Pas po e përcaktohemi ka po dojmë, si po dojmë. Konfuzion po shini, aktualisht. Jo, konfuzion është ka i natën gjithaun. Kërkush se pranon kërkan. Përfshirë dhe partin tuaj, PD-kën. Dhe tani, lind pyetja pse ajo është kjo gjendje? Cilat janë arsyet pse është kjo situatë?
Racionalisht e pashpjegueshme. Jo, s'është e pashpjegueshme. Politikisht e shpjegueshme. Me e thonë se kush ndikon për ta pas këtë situatë, thënë që këta janë mësu me thonë veç fajna ka Serbia, veç ashtu. Atje u faj. Të Serbia. Atje lirohen këto farë ventilat e helmit politik kundër njëri tjetrit dhe helmit politik verbus për me të fut në gabime dhe në veprime të cilat e damtojnë interesin e vendit. Dhe këto do analiza duhet mi bo. Dhe hajde të qesim tavolinëve 3 çështje. Hajde të diskutojmë atë, ku diun, çështja më e madhe, patriotike, tradhtare, çfarë dush quhet, që diskutohet nëpër kuluare, që kanë 8200 hektar tokë, edhe që ka kjo asociacioni. Hajde. A ka mujt me nalë, a s'ka mujt. Dikush me i dhonë 8200 hektar tokë, dhe asociacioni a ka mujt mos mu në nëshkru, dhe në qofë se s'ishtë në nëshkru atëherë. Ajo, marrëveshja e Brukselit, cilat kishin qenë pasuet për Kosovën. Po dojmë me ndryshu gjendjen. Ky diskutim nuk bëhet. Çfarë po thu fare. Jo. Nuk ka forume, nuk ka tavolina. Po Nuk ka diskutime. Nuk bisedojnë me njëri tjetrin në për kafe. Po them forume serioze aliti. Në për kafe. Për interes shtetëror. Njerëz, shko, por unë nuk e di, s'po du me përmen emna, por në Kosovë ka njerëz të menqëm. Na kem pas marrë, atje në Rambuje, këshilltari keni pa edhe në gjykimat e që po zhvillohet niveli shumë nalt. Ti sot konstitucionalist, a dini që në Kosovë s'është asnjë konstitucionalist. Asnjë. I kualifikum që mundet me u marrë edhe mos me kontestu fjala e tij. Në Rasanin e njohmin e thirrën për studio. Jo, nuk e di që është jurist po. Po, jurist po. Konstitucionalist, profesionist s'është. Po e la me tutje situatën, venat na bllokohen thu, kapilarët. Po tash Dhe ka nevojë për stenda. Shumë se ka bllokuar te merrin praktin, si çka. Po. Pastaj Jemi në prag të asaj situate. Haliti, si po është e partinë tuaj? Kursin e partisë tuaj? Të përgjumur, po bëbet e politika apo jo? Jo, nuk janë përgjumur. Kanë qëllimet, kuptohet, ato që po i deklarojnë edhe publikisht, edhe ato që i kanë në rrogës, por e kom thënë publikisht që nuk është dash me votu në parlament. Dim Albashën, po. Dim Albashën. Dhe me qenë se në konventën e Partisë Demokratike jemi zotu mos me mbështet Albinin për qeverin, nuk është dasht me bërë këtë, është dasht me thirë në gjysë natë, konventën, dhe me sqaru pse po doj me votu. Tani, si kanë rrjedha, jo, për mu ka qenë befasi e madhe, edhe jam nuk më ka ardhë mirë, po si do që, ata e din mas pari kryetari që ju ka thënë në votu. Mendoj që partia ka nevojë për me mojë zgjedhjet e mbrëmshme. Sa më shpejt, aq më mirë, edhe me shku përpara. Në një situatë hipotetike, po të kishte Kosova qeveri, uniteti, platformë, pakt midis partive, do të pranonit jo që t'jeni kryeministri po asaj qeverie? Jo, unë pranoj me qenë këshilltar kur të thrasë. Pa lek. Unë nuk jam njeri të nderave, si kom lyp kur kujt të ndera, s'u ka dhënë kur kush të nder. Unë
kam një jetë në politikë, kam bo ato që i kam bo, nëse qoftë se kam bo diçka që i ka rap keq Kosovës, do të isha pendu dhe do ta kisha deklaru. Disave e di që ju kom prish, qefin, ju kom prish edhe planet. Disave? Po, Për? jo, Ç'plane? po ka për shemb, lloj njerëz ka sot, kanë desh me vazhdu luftën, edhe 2-3 vjet. Disa, duhesh mi dëgju, dëgju llafet e njerëzve tonë. Por, si do qoftë, kemi nevojë për njëri tjetrin gjithë. Sa herë faleminderit për kohën, por më dha arsye për një intervistë tjetër, ku do ta mirëprisja prezencën tonë Aliti. Faleminderit për ftesën. Të falenderoj shumë. Më ndjes që ndoshta nuk u hapa sa deshe ti. Jo, në intervistën ashëm me dha. Janë disa çështje për të cilat unë nuk kam dëshirë që t'jem paktën protagonist që mund të dëmtoj diçka në çështje të brendshme. Familjen se keni ekspozuar kur fëmijët jo. Në çështje Për dallim, fëmijët nuk i keni ekspozuar si një lider jo, me fëmijët e mi punojnë, kanë punë të Po them si keni ekspozuar si fëmijë politikani. Nuk i kam sjell më marr as me të ndera, as me ndërtim në Kosovë, as vëllezërit që marr as me të ndera, as me ndërtim në Kosovë, gjithë kanë punojnë punë të veta, punojnë me rroga, mirë janë. Dhe mendoj që nuk kam gabu, jeta është e shkurt, por vepra ose duhet me jetu, ose duhet më shumë. Për këtë intervistë të falenderoj. Këtu për kohën që gjete, Zoti Aliti ti është me mua. Faleminderit shumë. Sukses edhe juve si studio. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.